kurs për të kaluar nga niveli A2 në ATB2. Dita e parë. Sot do të mësojmë si të përdorim kohën e shkuar në anglisht. Koha e shkuar përdoret për veprime që kanë ndodhur në të shkuarën edhe kanë përfunduar po në të shkuarën. Shembull, unë takova miken time dje. Foljet në kohën e shkuar ndahen në të rregullta edhe të parregullta. Foljet e rregullta marrin parashtesën d, ed edhe iet, ndërsa të parregulltat ndryshojnë komplet formën e tyre, si në të shkruar, ashtu edhe në të shqiptuar. Foljet që mbarojnë me e, d, d dhe i e d kanë disa rregulla. Foljet që mbarojnë me e në të shkuarën marrin d, si liv bën lived. Foljet që mbarojnë me y edhe përpara y-s ka bashkëtingëllore, heqim yn edhe vendosim i e d. Si traj bën trajt. Ndërsa kur folja mbaron me y edhe përpara y-s ka zanore, thjesht shtojmë e d. Si play bën played. Për foljet e parregullta, ato ndryshojnë komplet formën, si eat bën ate, go bën went. Këto nuk kanë rregulla, por mësohen përmenç. Për sa i përket mënyrës se si formohet koha e shkuar, do e mësojmë në videon e radhës, kështu që mos harroni të na ndiqni.